Të nderuar shikuesi, përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu gjatë vizitës në Gjirokastër inspektuan punimet për rikonstruksionin e spitalit rajonal. Ky investim, që realizohet me fondet e buxhetit të shtetit, kap një vlerë prej 4.7 milionë euro. Hapja e bizneseve të rinj në zonën e Memaliajt vlerësohet nga Kryeministri Rama si një shembull që çdo banor i kësaj krahine duhet ta realizojë, teksa pa nga afër investimin e një fabrike vaji në zonën e Krasit, Rama premtoi nisjen e eksporteve me vendet arabike. Për të dytin vit radhazi, 14 studentë spanjoll do të zhvillojnë një praktikë mësimore 3 mujore në kuadër të programit Erasmus në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Gjatë një takimi me këta të fundit, rektori Jaho Cana shprehon mbështetjen e institucionit dhe theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi për zhvillimin akademik dhe profesional të tyre. Festa kombëtare e Greqisë është përkujtuar këtë të martë në fshatin Dervician, bashkia Dropull, e cila shënon fillimin e revolucionit grek më 25 mars 1821. Të pranishmit kanë shprehur mirënjohjen e tyre për minoritarët grek që ju bashkuan luftës kundër pushtuesve otoman. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu gjatë vizitës në Gjirokastër inspektuan nga afër punimet për rikonstruksionin e spitalit rajonal. Ky investim, që po realizohet me fondet e buxhetit të shtetit, kap një shifër prej 4.7 milionë euro. Një tjetër infrastrukturë spitalore që po rilind nga themelet me shërbime të shtuara dhe teknologji nga më modernet është edhe Spitali Rajonal i Gjirokastrës, një godinë historike që shtrihet në një sipërfaqe prej 8600 metra shkatror, me të gjitha specialitetet si urgjenca, kirurgjia, pediatria, infektivi, radiologjia, patologjia, në shërbim të 60.000 banorëve të qarkut. Kryeministri Edi Rama dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu gjatë vizitës në Gjirokastër inspektuan punimet për rikonstruksionin e Spitalit Rajonal, një godinë e rënuar historike e viteve 40 që do të rilind me të gjitha specialitetet. Është një investim që realizohet me fondet e buxhetit shtetit në një vlerë prej 4.7 milionë euro. Parashikon rehabilitim në 3 faza për arsye të mos ndërprerjes së shërbimeve shëndetësore, pra të ofrimit shërbime shëndetësore, që është e rëndësishme dhe është një nga ato çështje në fakt që ne konsiderojmë sa herë që rikonstruktojmë godinat e spitaleve. Ku jemi aktualisht, jemi në shërbimin e pediatrisë, ndërkohë që godina është 4 katëshe, kati -1 ka shërbimin e radiologjisë, ndërkohë që kati i dytë dhe i tretë janë shërbimi i kirurgjisë dhe shërbimi shumë e madhe, 8600 metra katror. E barta është materniteti që e kemi rikonstruktuar tërësisht në vitin 2018. Ndërkohë që tashmë parashikohet rehabilitimi i plot i godinës, plus pastaj dhe mobilimi dhe pajisjet me pajisjet teknologjisë fundit që do t'i japin mundësinë edhe të gjithë mjekëve që punojnë këtu, janë 153 staf mjekësor që shërben në këtë spital, ku 45 janë mjek dhe pjesa tjetër janë staf infermieror, i cili shërben në 13 shërbime. Shërbime kryesore si kirurgjia, si patologjit, si infektivi, si pediatria, kemi shërbimin e urgjencës. Ajo është faza e dytë, do vazhdojmë aty dhe pastaj me mbylljen me fazën e tretë që përfundon e gjithë godina. Spitali Rajonal i Gjirokastrës ka filluar punimet që në dhjetor të vitit 2024. Ky investim, që realizohet me fondet e buxhetit të shtetit, kap një vlerë prej 4.7 milionë eurosh. I transformuar nga një hapësirë uzupimi në një shesh aktivitetesh, sheshi Çerçis Topulli tashmë është kthyer në një tjetër atraksion për qytetin. Teksa inspektoi nga afër punimet, Kryeministri Rama vlerësoi këtë transformim, i cili ndikon direkt në zhvillimin e ekonomisë së gjirokastritëve.
Kryeministri Edi Rama i shoqëruar edhe nga kryebashkiaku i Gjirokastrës Flamur Golemi dhe nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro vizitoi gjatë vizitës së tij në Gjirokastër edhe sheshin e transformuar të Çerçizitopullit. Sheshi i rilindur i Çerçizit ka marrë tashmë formën përfundimtare dhe është totalisht në dispozicion, jo vetëm të qytetarëve, por edhe turistëve të shumë që vizitojnë Gjirokastrën në çdo stin. I transformuar nga një hapësirë e uzurpuar nga makinat e autobusët, sheshi tashmë është kthyer në një atraksion për qytetin. Një përfunduar, edhe Çeçon se kishim merak Gjirokastrit, mos e morëm Çeçon. Edhe Çeçon dhe Bulet e Persefoni, të dyja janë të reja, të restauruara, të rregulluara. Pushimin që bëhet në fakt pjesën e ardhimit lart për ato vizë e pllakave ishin vetëm të bardha, por ta shohësh në lart ata shumë bukur. Më parë ishte target shumë përbushur. Shpresoj me fondin që edhe pjesa e fazatës ne kemi pastruar në fakt, siç e rriuar tash. Por nga pesha, nga vitet, ka çarje dhe duhet ribërë mbase një fazë të dytë. Ndërkohë është kthyer në një skemë të hapur eventesh, koncertesh, Këtu do rrotullohen autobusat. Sepse gjithë zona historike këtu, gjithë hotelet që fillojnë tani këtu fundojnë. Praktikisht asnjë makinë nuk kalon. Edhe Vetëm hotelet rregullohen tani janë autobusat, mësuar që vinë dhe ja marrin dhe bagazhet kur janë të sistemuar në hotelet e qendrës historike. Ndërkohë projekti vazhdon. Pra ka një pjesë tjetër, po ku vjen një herë tjetër do t'ju tregojmë që vazhdon dhe lidh këtë pjesë këtu me kaldrëmet që shtrat kronje që quhet. Dhe gjithë kjo ka rihezuar gjithë zonën, kanë filluar blerjet e disa shtëpive që ishin të rënuara praktikisht. Edhe po kopjoj në kuptimin e mirë të fjalës njëri tjetrin, sepse praktikisht kjo këtu është hotel, aty është qendra kulturore e fëmijëve që ka gjithmonë aktivitete, kurse të ndryshme. Ky sheshi këtu edhe ky kthehet gjithmonë në një shesh aktivitetesh, sidomos kur fëmijët e shkollave kanë aktivitete dhe pastaj vazhdon gjithë komunikimi në lagjet e poshtme. Me projekte tipa kemi ndërhyrë tek TKF-ja që ajo ishte Shqipëria 70 pa vendor. Ja më shumë se 10 klasa, gjithë e pjesën e fëmijëve. Dhe vazhdon projekti me pjesën e 7 kronjve që lidhet deri me rrugën nacionale. Po sheshi të Çerçizit gjendet edhe parkimi nën toksor, i cili ka zgjidhur një herë mirë problemin e parkimit automjeteve dhe automjeteve. Pallati i Sportit i shndruar tashmë në një hapësirë moderne, ka qenë ndalesa e radhës e kryeministrit Rama gjatë vizitës së tij në Gjirokastër. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar dhe nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe nga kryebashkiaku i Gjirokastrës Flamur Golemi inspektuan punimet në Pallatin e Sportit të Gjirokastrës. Pallati i Sportit është ndruar në një hapësirë moderne ku janë ngritur dhe ekipet e të rinjve në disiplina të ndryshme sportive që përfaqësojnë qytetin në kampionate ndërkombëtare. Ishin bërë ndërhyrje të vogla, por jo ndërhyrje totalisht rinovimi i Pallatit të Sportit. Kemi filluar me punët e Bashkisë Gjirokastrës, të gjitha hapësirët të rreth Pallatit të Sportit, por të bërë funksionale, dhe kjo rëndësishmja nga të gjitha është së bashku dhe me Kokshi, ne kemi filluar aktivizimin e klasave sportive. Përveç volejboll, futboll, sot që po flasim, po bëhet kampionati kombëtar i moshave të pingpongut. Janë të rinjtë të reja nga gjithë vendi që po bëjnë një nga aktivitetet e radhës, ndërkohë edhe hapësirat ndihmëse dhe mbështetëse të Pallatit të Sportit që kemi bërë shërbim. Klasa e parë është dhe ambientet e para janë në shërbim të mundjes, ndërkohë në vazhdim kemi një grup kickboxing, Lodi, një djalë nga Libova në fakt, jeton në Gjirokastër, i thirrën e fëmijë dhe që ka bërë një grup për më shumë se 70 fëmijë, 70 fëmijë të qytetit, të cilët të dishojnë që janë duke zhvilluar një nga orëve sportive. Ne kemi bërë gjithë ngjyrat, e kanë ndjekur në do më falenderoj sepse e kanë ndjekur gjithë punimet dhe ngjyrat, qoftë pikat e verdha që i kemi kërkuar, i ke aty tek pjesa e koshit. Është një nga aktivitetet, në fakt është bërë jo vetëm për aktivitetet kombëtare, por edhe për aktivitetet ndërkombëtare. Kemi formuar akademinë e karates, ky është profesor Klodi, të bashkëpunoj. Në Japoni për 2 vjet. Është nga Libova në Gjirokastra, dhe është rikthyer dhe ka bërë një mrekulli. Mirë duket. Lodi ka patur palestrën e vet, unë ja
kemi ofruar si bashki, edhe përfaqëson luftarin tashmë edhe me kickboxing. Jo faleminderit vërtet, në shumë të 70 fëmijë që fondit po thuaj trajnojnë edhe na përfaqëson dhe insisht edhe në jo vetëm në arenën kombëtare, por edhe në kombëtare. I kthyer tashmë në një hapësirë moderne, Pallati i Sportit është bërë një vatër për të gjithë sportdashësit. Hapja e bizneseve të rinj në zonën e Memaliajt vlerësohet nga kryeministri Rama si një shembull që çdo banor i kësaj krahine duhet të realizojë teksa e pa nga afër investimin e një fabrike vaj në zonën e Krasit. Rama premtoi nisjen e eksporteve me vendet arabike. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës në qarkun e Gjirokastrës u ndal edhe në një prej fabrikave të përpunimit të vajit në Memaliaj. I shoqëruar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, kryeministri u informua për këtë investim privat nga familja sipërmarrëse. Ai premtoi edhe ndihmë për eksportin e vajit të ullirit jashtë vendit, kryesisht në vendet arabike, pasi tregu i Europës është më i vështirë. Unë ndihmoj me të pjesën e tregut ligës mesme, në fakt vazhdimisht pyesin të punë për vajin e ullirit janë shumë interesuar. Janë shumë interesuar vajin e ullirit për mishin. Kur kemi gati që të kemi edhe kampionet e gjërë, mund të ndihmojmë. Mund të ndihmojmë se edhe me Emiratët edhe me Arabi Saudite edhe me Katarin. Synimi janë personale. Se atje është më thjeshtë. Është edhe më thjeshtë se në Europë. Më e vështirë, po megjithatë Jo, në Europën edhe kemi pasur me Gjermaninë patëm, domethënë e pak e lokalizuar. Jo, në Europë të fillojnë histori, pastaj jo kvota, jo këto, jo. Deri nga italianët patëm kërkesa, por në momentin më të parë që bëhet i kanë gati dhe sidomos prodhimin e parë kanë shumë shqiptar, kështu që ne mund të organizojmë këtë tasinë e Sa kemi lufërmer që ju kemi në të rjetën tuaj? Ja, flasaj. Që ju kemi që ju si në ujë? Tu janë gati 70% kanë ardhur. Sa i bje? Si numër, përmerë? Si përmerë janë bi 300-400. Janë, Po janë. Po jo të më dhinë të gjithë. E qakë që s'kanë si? Vegjit, mesatare dhe të më Po dhinë. qënë si ka? Se cili a i sa kanë si? Mesatare shumë të më dhinë, që vite dhe shumë të kanë për të mua. Vetëm si vjetë me një vogari që i bërë, në kanë bilo këtë 30% të rejtë të reja. Fantastike. Ne pa të marrë një konsulencë shumë të bukur nga ta të qendrës për zhvillimin e kombëtar të Harvardit, edhe ata për Kalinjotin. Ata thoshin që duhet ta promovoni edhe ata biletosin që mos e vini, mos e shkruani vaj ulliri, shkruani vaj Kalinjoti. Le të mësohen, domethënë do t'ju duket një gjë shumë e veçantë në tregun e huaj, kur ti shkruash jo vaj ulliri, vaj Kalinjoti. Ai vaj ulliri është Kalinjoti. Kreu i qeverisë sugjeroi hapjen e një tjetër fabrike në rrethinat jugore me qëllim që ullinjt në zonat e Vlorës apo Fierit të mos shkonin dëm. Për të dytin vit radhazi, 14 student spanjoll do të zhvillojnë një praktik 3 mujore në kuadër të programit Erasmus në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Gjatë një takimi me këta të fundit, rektori Jaho Cana shprehon mbështetjen e institucionit dhe theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi për zhvillimin akademik dhe profesional të tyre. Universiteti e Qerem Çabej i Gjirokastrës ka mirëpritur për të dytin vit radhazi 14 student nga institucionet arsimore spanjolle, të cilët do të zhvillojnë një praktikë mësimore 3 mujore në kuadër të programit Erasmus+. Praktika do të zhvillohet në institucione publike dhe private të zonës së Gjirokastrës në fusha të ndryshme si teknologjia e informacionit, financa, administrimi, gastronomia dhe turizmi. Në kuadër të fillimit të programit, studentët u takuan me rektorin e Universitetit të Gjirokastrës Jaho Cana, i cili u shprehu mbështetjen e institucionit dhe theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi për zhvillimin akademik dhe profesional të tyre. Ai garantoi se Universiteti i Gjirokastrës do të jetë një pikë referimi për ta gjatë gjithë qëndrimit të tyre në qytet. Natyrisht që me Spanjën kemi pasur bashkëpunime shumë të ngushta, sidomos me Valencia, për të vizituar qytetin tonë të bukur. Europianët dhe të gjithë paguajnë një sasi të madhe lekësh, kurse juve keni mundësinë të shijoni bukuritë e këtij qyteti pothuajse gratis. Nga ana tjetër, ju do të shijoni një qytet vërtet shumë të bukur, do të shijoni kulinarinë e këtij qyteti, do të shijoni banesën karakteristike të qytetit, do të shikoni trashëgiminë kulturore të qytetit, do të shijoni mikpritjen e qytetit.
Për studentët spanjoll, kjo përvojë është një mundësi e veçantë për të fituar njohuri praktike në profesionet e tyre, ndërsa njëkohësisht do të mundsojë të zbulojnë kulturën shqiptare dhe të njihen nga afër me historinë dhe traditat e Gjirokastrës. I'm Inogua. I study tourism. Unë jam Inohua, studioj në degën e turizmit dhe kam ardhur këtu për të marrë më tepër eksperiencë me Erasmus. Ky qytet është shumë i bukur, kam eksploruar pazarin e Gurë, kishte një pamje të këndshme. Më pëlqen sepse ne me Shqipërinë kemi ndryshime, kështu që do të marr më të mirën e mundshme. Very beautiful, very has a nice view. Hello, I'm Dani. I'm 19 years old. Përshëndetje, jam Dani, jam 19 vjeç. Mendoj se ky vend është perfekt për të kryer praktikën time. Gjirokastra është një qytet i veçantë dhe mendoj se eksperjenca këtu do të më ndihmojë shumë. It's so beautiful Gjirokastër. And I'm very proud to be here. Jam shumë krenar që jam këtu. Shqipëria është një vend shumë i bukur dhe interesant. Ka një kulturë që dua ta njoh më tepër. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe janë shumë të mirë me ne. I want to know. The people are very kind. Eksperjenca e vitit të kaluar ka rezultuar e suksesshme për të dyja palët duke krijuar bazat për vijimin e këtij bashkëpunimi akademik, i cili jo vetëm ndihmon në ndërkombëtarizimin e arsimit në Universitetin e Gjirokastrës, por gjithashtu promovon Gjirokastrën si një destinacion të rëndësishëm për formimin profesional të studentëve të huaj. Festa kombëtare e Greqisë është përkujtuar këtë të martë në fshatin Dervician, bashkia Dropull, e cila shënon fillimin e revolucionit grek më 25 mars 1821. Të pranishmit kanë shprehur mirënjohjen e tyre për minoritarët grek që ju bashkuan luftës kundër pushtuesve otoman. Banor të zonës, vizitor të ardhur nga Greqia, drejtues vendor, por edhe përfaqësues të trupit diplomatik, ishin të pranishëm sot në Dervician të Dropullit për të ndjekur aktivitetin kushtuar festës kombëtare të Greqisë, e cila përkon me 204 vjetorin e fillimit të revolucionit grek. Në kushte shumë të vështira atmosferike, pasi gjatë gjithë paraditës qiu nuk ka pushuar, u zhvillua sot ceremonia e revolucionit grek në Dervician. Në fakt, gjithë aktiviteti filloi me mesën ceremoniale në kishën e fshatit dhe pastaj u çvendos në sheshin Konstantinos Mitsotakis, ku edhe u vendosën kurora tek monumenti i Lirisë. Në fund, çdo gjë u zhvillua brenda Pallatit të Kulturës së Dervicianit. Kryetari i Bashkisë Dropull, zoti Dimitra Ktoli, gjatë përshëndetjes së tij vuri theksin tek rëndësia historike e rezistencës së popullit grek ndaj pushtuesve turq, ndërsa konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, përveç mesazheve të revolucionit grek, ju referua edhe qendrimit të Athinës zyrtare për zhvillimet në vendin tonë. Shteti grek është shumë krenar për pranimin e minoritetit etnik grek në Shqipëri. Njëkohësisht, shprehim kënaqësinë tonë për rrugëtimin evropian të Shqipërisë mike. Ne duam një Shqipëri demokratike, por edhe me infrastrukturë të zhvilluar, si çdo shtet tjetër të familjes së madhe europiane dhe të kulturës perëndimore. Aktiviteti u mbill me një shfaqje të bukur artistike nga shkolla jo publike Frym Dashurie e Gjirokastës, si dhe nga shkollat e bashkuara të Buleratit dhe të Dervicianit. Në Gjirokastër, qytetarët mund të përfitojnë shërbimin e ndërmjetësimit falas pranë qendrës së ndihmës juridike parsore. Kjo qendër ofron mbështetje ligjore për të gjitha palët që kërkojnë të zgjidhin konfliktet jashtë gjykatës në mënyrë paqësore dhe të drejtë. Në kushtet kur shumë qytetarë përballen me mosmarrveshje të natyrave të ndryshme që shpesh përfundojnë në dyert e gjykatave, ndërmjetësimi paraqet një alternativë të shpejtë, pa kosto dhe me zgjidhje të qëndrueshme. Qendra e ndihmës juridike parsore në Gjirokastër ofron këtë shërbim falas për qytetarët, duke i ndihmuar ata të arrijnë marrëveshje të drejta për të dy palët. Ndërmjetësimi është një proces ku palët zgjidhin konfliktet me ndihmën e një ndërmjetësi të certifikuar, pa shkuar në gjyq, duke kursyer kohë dhe duke ruajtur marrëdhëniet mes tyre. Së bashku me dhomën kombëtare të ndërmjetësve, neve kemi bashkëpunim shumë të mirë për të trajtuar rastet me ndërmjetësim dhe për të referuar çdo qytetar i cili në marrëveshje me njëri tjetrin ka dëshirë ta trajton rastin me ndërmjetësim. Ndërmjetësimi ofrohet në fushën civile, në fushën administrative, po edhe në atë penale. Përfitues janë individ që kanë mosmarrveshje familjare, pronësie, kontratash apo çështje të tjera civile, të cilat mund të zgjidhen me dialog. Pse është e mira të përfitojmë trajtimin e rastit me ndërmjetësim, pasi përveç se nuk ka kosto, zgjidhet problemi më shpejt pa ju drejtuar gjykatës. Të dy palët ngelen të kënaqura,
në zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjes të tyre. Qendra e ndihmës juridike parsorë në Gjirokastër mbetet një derë e hapur për të gjithë ata që kërkojnë një rrugë të thjeshtë pa shpenzime për të zgjidhur problemet e tyre. Në Bashkinë Dropull ka nisur aplikimet për kullotat verore. Deri tani, sipas të dhënave, janë grumbulluar 40 aplikime nga blegtorët për të përfituar hapësira të dedikuara për kullotat në sezonin e verës. Kullotat verore janë një burim i rëndësishëm për blegtorët që sigurojnë ushqimin e gjethes së gjallë për muajt e nxehtë. Bashkia Dropull ka hapur zyrtarisht aplikimet për të gjithë fermerët që duan të shfrytëzojnë këto sipërfaqe. Procesi i aplikimit është i hapur dhe transparent, ndërsa deri tani janë grumbulluar 40 kërkesa. Aktualisht jemi në fazën e përpunimit dhe të ngritjes komisionit të vlerësimit të kërkesave, të cilët do të lidhen kontratat më vonë për kullotat verore në kullotat e Bashkisë Dropull. Aktualisht kemi disa kërkesa për malin e Nëmërçkës dhe për pjesën e Dropullit të sipër, që janë male të tipit kullotave verore. Për deri tani kemi patur rreth 40 aplikime, të cilët do të shqyrtojnë në fazën e parë, personat që do fitojnë do të lidhin kontratën, ndërsa për ngastrat, për parcelat që nuk ka patur aplikime, do të ketë dhe një fazë të dytë për të plotësuar për kërkesë. Ky proces gjithashtu shoqërohet me monitorim të vazhdueshëm për të shmangur keqpërdorimet. Më tepër janë blegtorë të ardhur nga zonat e tjera që janë shtektues tradicional për zonën e Dropullit, të janë kryesisht në malin e Nëmërçkës. Dropullitët më pak janë rreth fshatrave ose malin e Gjerë dhe malin e Dropullit sipër. Grigor Dushi, drejtor pranë drejtorisë së bujqësisë në këtë bashki, thekson se shfrytëzimi i kontrolluar i kullotave ndihmon në mirë menaxhimin e tyre, ruajtjen e mjedisit dhe rritjen e cilësisë së prodhimeve blegtorale. Kostumet popullore janë kthyer tashmë në një element shumë të rëndësishëm për identitetin kulturor. Artizanët gjirokastrit shprehen se ka një interes të lartë nga ana e të rinjve, por edhe nga turistët. Këto veshje janë një trashëgimi për qytetin e Gjirokastrës. Kërkesa për kostume tradicionale nga viti në vit është në rritje. Eli Zhulati, një prej artizaneve gjirokastrite, tregon se e veçanta e viteve të fundit është me prindrit e rinj që porosisin kostume të trevave të tyre për ditëlindje të fëmijëve. Edhe nga ata që unë vërtet i vlerësoj janë prindër të rinj që për vjetorët e parë të fëmijëve u bën dhurat një kostum, midis të tjerave, kuptohet, u bën dhurat edhe një kostum tradicional kombëtar. Të trevave që nga ata vinë. Duhem falenderuar, po në fakt jo të rinj, po duhem falenderuar prindrit e tyre që bëjnë, insistojnë në këto zgjedhje dhe në këto ide ndoshta edhe i rekomandojnë për të bërë këtë zgjedhjen e tyre. Elina thotë se edhe turistët i preferojnë kostumet dhe ajo që këta vizitorë marrin më së shumti është duke u veshur si banor vendas dhe krijimi i kujtimeve në foto. Preferencat e tyre vërtet janë, do më preferojnë, por në kuadrin e një kujtimi fotografik. Nëse ata, sepse nuk kanë mundësi për të marrë një kostum edhe për ta transportuar në vendin që vinë. Ndërsa, nëse i quajmë turist edhe shqiptarët që tashmë kanë vite që jetojnë jashtë, ata po. Në sezonin e pushimeve, ata vinë bëjnë porosin dhe ju vete në destinacion aty ku ata jetojnë. Artizanët gjirokastrit, por dhe të rinjt po mundohen të mbajnë gjallë traditën e punimit të kostumeve popullore. Kryetari i Talikatit Halvetit të Shqipërisë, Sheh Hysen Ali Hormova, ka dhënë mesazhin dhe urimin e tij për të gjithë besimtarët. Sheh Hyseni ka folur edhe për rëndësinë që ka festa e Sultan Novruzit. Për më shumë, le të ndjekim mesazhin e tij. Të dashur besimtar, erdha sot për të marrë kontakt me juve për të përshëndetur dhe të uruar ditën e Sultan Novruzit. Me këtë rast desha të jap disa porosi, disa udhëzime se ç'është kjo festë, çfarë përfaqëson kjo festë fetare apo është pagane. E kemi ndarë në dy pjesë. Kjo festë pagane pra sepse shënon ardhin e pranverës. Edhe ne themi Sultan Novruz, fjala sultan turqisht do thot mbret. Novruz do thot ditë e re. Mbret i ditës së re.
Dhe pikërisht në datën 22 mars, dita është e barabartë me natën, edhe fillon të vijë pranvera. Vendin e dëborës, të tufanit, të stuvis, edhe dielli. Me këtë rast ndryshojnë gjendja e njeriut, ndryshojnë gjaku, ndryshojnë gjallësat, gjitha gjallësat nujore e toksore, edhe njerëzit e kafshët. Pra jeta është me gjallë. Edhe fillon që të vijë një epokë tjetër, një epokë që bie marrësi, bie gëzim, bie harmoni. Edhe quhet Sultan Novruz. Tani në këtë festë e festojnë të gjithë në mbar botën islame, e festojnë, edhe ne shqiptarët e festojnë. Por çfarë bëhet me këtë festë? Meqenëse shkon ardhjën pranverës, njerëzit janë të gëzuar, sepse fillon punën tokat, fillojnë bimët të qelin, edhe secili bën ato shërbimet që kërkon bujqësia. Meqenëse është kështu, njerëzit e bëjnë festë atë ditë. Bilen disa vendet, si që janë në vendet arabe, në vendet në Iran, e bëjnë edhe festë mbar popullore që drejton vetë shteti. Në orën 12 të ditës, që luhet me salve me top, e kur dëgjojnë ata, atëherë fillojnë dalin gjithë në festë. Dalin për lulishte, vjen shërbim ambulancat, vjen shërbim makinat, hapen rrugët e qytetit, edhe njerëzit bëjnë ceremoni festë. Gjithashtu në këtë festë thërrin kurban. Kurban është në emër të Allahut, në emër të Zotit, edhe bëjnë një si dasëm bëhet. Por pse e quajmë dhe festë fetare? Në mars, në ditën 22 mars është krijuar njeriu i parë, Adami ose Ademi, që e quajmë neve. Por në atë ditë, në datën 22 ka lindur Imam Aliu. Imam Aliu është zvendësi i profetit Muhammed, edhe quhet erdhi dielli për Islamin. Sepse ishte njëri shenjtor, por ishte njëri dietar i madh i Islamit, që ka qenë ndoshta në të parët edhe për formullimin e gjuhës arabe, të alfabetit arab, dhe ishte ai që bënte zbërthimin e gjithë të dhënave të profetit. Profeti Muhammed alayhis salam e ka quajtur qyteti i diturisë për nga njohurit. Ndërsa Aliu e ka quajtur vetë Muhamedi, në qoftë se unë jam qyteti, Aliu është porta e qytetit. Pra që thotë që do të thotë porta. Pra është Aliu ai që zbërthen këto gjëra. Edhe është ai që është mbrojtësi i parë dhe nga të vetmit dhe nga të parët që kur shkuan në Kabe, ishte ai me Hadixhen, me gruan e profetit Muhammed, edhe profeti Muhammed që shkuan e u falën në mënyrë tjetër, se u faleshin statuja, u fashin Aliu pra mbetet një figurë e madhe fetare. Përndër tia, që lind me 22 mars të qetë, e quajnë festë, por mbas 3 ditë që u vë emri, atëre populli e bëjnë festë në datë 25. Ky është dallimi që quhet festë fetare. Kjo festë tani përfton mirësi për njerëzit, në atë ditë njerëzit pajtohen, nuk kanë mërira, bëjnë vizite të sumurët, thërrej kurbanit shpërndajnë mishin e kurbanit për mirësi, është një vajtje are tek njerëzit për të treguar që është një ditë feste, një ditë e gëzimit. Unë me këtë rast i uroj të gjithë besimtarëve, por edhe ata që nuk janë besimtarë, por janë simpatizan, edhe ata që janë praktikantë, por edhe ata që nuk e praktikojnë, gëzuar pranverën, gëzuar ditën e Sultan Novruzit, Zoti u pruftë begatin në familje të tyre, të rojnë fëmijët, plekët e plakat, kush janë të smurë, Zoti të lehtësoj mëdhimet e tyre, ata që janë pamartuar të martohen edhe të krijojnë çifte, të krijojnë familje, i bëjmë një lutje Zotit që të jemi paqe botërore, kundër luftës, të jemi paqe sociale në Shqipëri, të kemi një mbarvajtje midis ne, midis religionesh, por edhe me një tjetrin, sepse kjo është rruga ramanis, kjo është rruga e mbarvajtjes së njerëzimit. Ju faleminderit gjithë besimtarët gëzuar për shumë vjet Sultan Novruzin. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.